Rikthehemi sërish në transmetim drejt për drejt. Në këtë pjesë do të flasim për cili do jetë vendimi i gjykatës së apelit, të gjykatës së posaçme, nesër në lidhje me revokimin e masës së sigurisë për Erion Veliajin. Çfarë ndini prisni Shabani? Se di, unë shpresoj që SPAK-u edhe GKO-ja të mos prapsen, qartazi ka pas presion nga Sali Berisha, nga Ilir Meta, nga Erion Veliaj, do doja që besimi i qytetarëve shqiptar, edhe i imi si një nga kallëzuesit, edhe për zotin Veliaj, ashtu edhe për një 5 ministra tjerë të majorancës, të justifikohet. Dhe besimi ju justifikohet kur SPAK-u nuk sprapset. Nuk friksohet nga sulmet, nuk friksohet nga... Arestimin e tij, Erion Velia sot e konsideroi një grush shteti. Po më qyteti. Grush qyteti. Grush shteti tha dhe pastaj tha qyteti. Shiko, ai është i pandehur, është i arrestuar, normale që do ta sulmoj. Unë nuk di për të rralla janë rastet kur ata që janë të pandehur pranojnë fajsin. Nuk është i pandehur. Ata që janë në hetim pranojnë fajsin. Se je edhe jurist tani, se po ne po të lem të flasësh si kryetar partie. Se si jurist do flisje ndryshe. Po, shiko, unë jam një njeri angazhuar, në këtë rast jam dhe një nga kallëzuesit, unë besoj... Jo, je pal në kuptimin... Më kupton, pra unë nuk mund të jemi kuptuar pa të rast. Por ato që i themi besoj realisht. Dhe unë besoj që ky vend do të ecë përpara, nëse këtu nuk ka politikan të paprekshëm. Dhe unë besoj që me këtë lëvizje, SPAK-u e ka rritur besimin e vet tek puna e drejtësisë së re dhe ka rritur besimin që ky vend mund të japë fund tranzicionit. Nuk mjafton, duhet avancoj edhe me hetimin ndaj Sali Berishës dhe ndaj çdo njeriu që e ka vjedh popullin shqiptar dhe nuk duhet mbetet te burgu. Për mua burgu nuk është asgjë. Për mua është shumë e rëndësishme pasuria. Lekët që na janë vjedhur, pasuria që është bërë duke vjedhur popullin shqiptar, duhet konfiskuar dhe duhet rikthyer, jo vetëm konfiskuar. Këtu pastaj ky popull ka mundësi që të gjejë drejtësi, ka mundësi që të ecë përpara dhe mesazhin ta marrin të gjitha ata të tjerë që janë sul shtetit si mënyrë për të pasuruar duke vjedhur shqiptarët që Floge, po ka marrë fund. Si e shpjegon këtë ndryshim gati 180 gradë të Edi Ramës, i cili momentet e para të nesërmen e arrestimit të Erion Veliajt foli për metoda sigurimi, foli për një reformë të reformës në drejtësi, pra ishte totalisht kundër arrestimit të tij. Ndërkohë që dita ditës mbrojtja që i ka bërë Veliajt ka ardhur duke u mpakur, derisa u bë publik SMS-ja ku i trihte veshin deputetit Etjen Xhafa, i thoshte nuk do flasësh më, nuk do dalësh më të mbrosh Erion Veliajin. Dhe këtë SMS ja bëri ditur edhe gjithë grupit parlamentar. Tani, e para, Edi Rama nuk ka folur për reformë të reformës në drejtësi. Sepse reforma në drejtësi është, dhe këtu mund të më korrigjoj Endri, Leonardi, Martini, reforma në drejtësi nuk janë individët në drejtësi. Reforma në drejtësi është qeveria e re në drejtësisë, pra ngrehina e re, mënyra se si përzidhen, mënyra se si operojnë të pavarura nga ekzekutivi, nga presidenti, ose si shka qenë më herët. Standardet e drejtësisë ose fuqia që i kanë dhënë SPAK-ut me ligj, është një vrejtje që Leonardi dhe juristë tjerë shumë të njohur e kanë bërë prej kohësh. Pra, pyetja do ishte pse është kaq i vonuar Edi Rama dhe nuk ka folur më herët për kur ja kanë thënë jurist pranë tij ose të distancuar prej tij që ne kemi një kod procedure penale agresiv, fjala vjen. Ne ja thoshin ku ishte edhe Berisha. Eksakt, pra eksakt. Pra, tani, mirë tani, po atëre? Kjo është pyetja, pra po. Pyetja është që Edi Rama pse është i vonuar. Dhe ai ka justifikimet e tij. E kam lënë SPAK-un punoj, u krijuan 2021-shin. Jo, është dhe izoluar, sepse justifikohet ai. Jo, po kodi penal dhe kodi procedurës penale nuk parashikojnë vetëm veprimtarinë e SPAK-ut.
parashikojnë edhe veprimtarinë e prokurorive të rrethit, Që ka të merre. të cilët janë kap plas në burg Që ka të merre, pra. ashtu. E para, Eksakt, e pra. dyta, kodi penal nuk është se Rama e gjeti ashtu agresiv, e bëri agresiv. Po pra po, Por erdhi, bëri vepra penale, gjëra që nuk ishin vepra po penale. kjo nuk ka të bëj një sekond. me institucionet e Por drejtësisë shumë e rëndësishme si ngrehin, o Endri. Le ta shpjegoj Po, pa po, kuptoj patjetër. analizën. Tani ç'a ndodh? Në qoftë se Rama do ishte i shqetësuar që një sekond se kemi një prokurori agresive që po keq trajton qytetarët, e para nuk do merre vetëm me spakun, e cila nuk merr me qytetarët zakonshëm, merr vetëm me politikanët, do merre me prokurorinë e rrethit. Po. E dyta, të bënte një mea culpa, një hap mrapa dhe do zbuste kodin penal, se ta dekriminalizonte gjëra që nuk kanë qenë krime. Pra, Rama ka futur krim, ka qytur vepër penale që shkon me burg, kur lidh energjinë elektrike. Ka bërë me dënim me burg, kur riparon Kur qatë. vjedh. Vjedhja, pra, vjedhja. Vjedhja e energjisë elektrike nuk shkoje në burg. Më kupton? Pra, e ka Në një moment caktuar, e ka parë të kodin arsyeshme, penal. ka gabuar, nuk ka rëndësi më jo. Një sekond, faturat, evazioni fiskal, në rastin e alkoolit në timon, në rastin e daljes nga shtëpia gjatë pandemisë, e bëri vepër penale deri në 5 vjet burg, në Ja, rastin e të mos i ngatrojmë, Endri. Një sekond, ta mbyll. Po, pra, po, Në rastin e ndërtimit pa leje, nuk kanë qenë vepra penale. Të gjitha këto Rama i ka futur vepra penale, ka promovuar burg. Tani më falë, për mua, në qoftë Dhe se sot unë kujtohet kapëm... vetëm për spakun Falë, në qoftë se dhe unë vetëm për kapëm, politikanët. Endri, në qoftë se unë kapëm, duke ngar makinën në gjendje dehur, jo vepër penale, po unë jam me një armë me 220 në orë që mund të marrë jetë njerëzish. Pra jo të gjitha këto janë të këqija. Unë po të shpjegoj se çka ka futur Rama, Thelbi është si vepra penale që nuk ishin vepra penale. Patjetër, po Pra, thelbi... në qoftë se ti kapësh duke riparuar çatin, s'ke pse shkosh në burg. Mund të prishet ndërtesa pa leje, mund të paguash një gjob. Unë do lexoj Ramën. Ishte Rama që e futi në burg. Unë do lexoj Ramën për tarut e Veliaj. Rama ka qenë mes dy zjarrësh. Si e lexoj unë. Spaku ka filluar së funksionuari pas vitit 2020, bijem dakord. Pra, në zgjedhjet e vitit 2017... Kthemi te rasti i Veliajt. Po, do dal aty. Në zgjedhjet e vitit 2017, nuk mund flisje për efektet e reformës, sepse sa po ishte ndërtuar, sa po ishte votuar. Në zgjedhjet e vitit 2021, nuk mund flisje për problematikat e mbështetësh, sepse sa po kishin filluar institucionet të formoheshin. Dhe sot që flasim, kemi institucionet formuara dhe me bilancë. Dhe jo vetëm me bilancë në Republikën e Shqipërisë, dhe me kritika nga juristët, por kemi edhe me bilancë nga Strasburgu tani më, me precedentin e 21 janari që Spaku ja riktheu prokurisë zakonshme dhe Strasburgu ja riktheu Spakut, ose me rastin e Gëllçit që tha ato që tha. Në këtë kuptim, Rama justifikimin në këtë prizëm e ka. Tani pse e bën tani për Veliajn? I është dukur, dhe më është dukur dhe mua, dhe duket, po ta shohësh në momentumin politik, që është ndryrë ngarë. Pra 3 muaj para zgjedhjeve, një njeri që ti e hetoje prej më shumë se një viti e gjys, ti zgjedh që ta kapësh dhe ta plasësh në burg. Zgjedhje ka çdo 2 vjet. Numrin 2 të mund ta bëje me kohë. Velia nuk është kandidat. Urdhro, Velia është drejtues politik pra tani. Qëse Erion Velia bën një krim të rënd në flagrancë, vetëm se është kryetari i bashkisë. Jo, prit prapë. Ti e di që e dyta imi është kjo që sapo the. Se nuk është se arrestoi kandidatin për kryetar bashkie, ai s'është as kandidat. Endri, po ti ishte. Kur të kishte arrestuar atë do ishte gjë më. Po ti ishte, vazhdo. Po ti ishte në kushtet e flagrant, unë prandaj se dhe Iliri e di që do të flas unë që të karikosh ti. Pra, ti ishte në kushtet e flagrancës, nuk ka diskutim fare. Por në kushtet që ka ndodhur dhe masa represive që është marrë sipas Ramës, se ato e di gjyqtari, nuk e di as unë as Rama, e ka bërë të reagoj në atë moment caktuar politik. Dhe nuk ka reaguar pse hetohet, se ka një diferencë të madhe, nëse një kryetar mazhorancë. Po gjuha që e përdorur është, po e shantazhon drejtësinë. Më fal. Duke sulmuar, fillimisht nisi të sulmonte prokurori. Po. Me një zhargon... Po, pra po, i bëri. Berisha i 2011... Pastaj gjykatsin. Dhe këtë Altin Dumanin përse do unë e kursen... Prit pra tani, prit. Ta kanë qenë dy prokurorët, ka 2 firma. Pra, Rama bëri atë që bëri. Reagoi, siç bënte Trumpi me ato të vetët atje. Çfarë bën institucionet e drejtësisë?
që kanë treguar që janë realisht pavarura, ju kthyen flak për flak. Këto institucione që për dreq, ne që i mbështesim, nuk reagojnë në asnjë moment kur ju thuhet dashnoria e këtij një prokurorje, organizatë kriminale, kreu një organizate kriminale, pra ju bëhen telef nga opozita, nga doktori, dhe nuk reago as ILD-ja, as KLP-ja, as KLG-ja. Deli Rama thot standardet po shkilen dhe ka metoda sigurimse, reagon gjitha me radhë. Përmbledhje, sa do flasë dhe të Erion Veliaj, në qoftë se nesër ka një gjyqtar i cili sipas të gjitha të dhënave të tij është ndër gjyqtarët më pacene që ka Republika e Shqipërisë. Siç flitet për figurën e Dumanit nga ana tjetër si prokuror. Në qoftë se Veliaj të gjitha pretendimet që ka patur deri dje i fakton, siç thon juristët, Erion Veliaj nesër mund të ketë një masë shumë më lehtësuese nga ajo që është sot. Sepse ai gjyqtari që ka përballë, sipas gjitha zërave dhe bëmave, është një gjyqtar me integritet të lartë. Dhe nëse e lënë në burg, do vazhdon të jetë pacient gjyqtari? Për mua më. Jo, për Veliajin, pra apo do filloj pra Për Veliajin se di, po Veliaj ti e the. Veliaj në finale se bëre një jo lapsus, po është një spin i bukur politik. The Spaku nuk duhet tutet e kështu me radhë. Spaku është palë, dhe ti e di më mirë se unë. Ai që nuk duhet të tutet për të dhënë vendimin siç duhet dhënë, pra për të dhënë drejtësi, është gjykata. Se ne kemi bërë Spakun këtu, sikur Spaku bën drejtësi. Drejtësinë e bën gjykata. Spaku është palë, siç është avokati palë. Okej, a do më lësh tani pa më ndërprer? Vetëm se prokuroria është anën e popullit. Je bë grinjar sot dhe Mendi. Dakor. Okej, po. Populli gjak do. Dëgjoj. A themi ne teorikisht drejtësia e barabartë për të gjithë? Teorikisht po them, po filozofoj pak. Tani, në qoftë se drejtësia, ku shkojmë te gjykata, te kjo gjykatë të cilën e votuam një zëri 140 vota. Dhe marrim të mirëqenë edhe kur është në kurrizin tonë dhe kur është në favorin tonë. Fut në burg një kryetar bashkie, fatos tushen për një tender ujësjellsi që e ka bërë KVO-ja dhe njësia e prokurimit për 220 milion lek vjetra. Ka bërë një shkelje, vajti në burg, e kaloi gjithë procedurën hetimore në para burgim, shkoi dhe në burg, sa doli nga burgu, i hapi një çështje tjetër hetimore për një shtëpi në Sarandë. I sekuestruan edhe... O, shumë gjëra. Ky ishte kryetar bashkie në detyrë. Edi Rama, për kryetarin e tij të bashkisë në detyrë, në lushnjë, jo vetëm që nuk foli, por do e trokiti fort prokurorin. 1. A nuk është në të njëjtat kushte sot që flasim Ilir Meta, madje, u a them profesionalisht këtë, Ilir Meta ka një akuzë më pak në nënhetim nga Spaku në raport me Erion Veliajin. Pra, Erion Veliaj ka në kurriz për këtë çështje që po hetohet, se Erion Veliaj ka 7 hetime të njëkohësishme në Spak. 2 nga të cilat i kanë çuar nisma thurje, 1 apo 2. 1 apo 2 nuk e di se. Po ka 7. Dhe ky është i 8. Tani Ilir Meta akuzohet për është sot në burg, në gjykatën e shkallës parë, mas arresti, në apel dhe në gjykatën e lartë. Për një krim, sipas Spakut, të presupozuar të bërë në vitin 2013 për Qes Dian, pra për një krim të para 10 viteve. Edhe lobimin tani vonë. Po flas për njërin nga hetimet. Kurse Erion Veliaj është për 3 krime, për 9 herë të përsëritur të veprës penale. Sipas dosjes Spakut, janë 9 raste vepër penale të përsëritur në 9 leje të ndryshme dhe leje pasaj ato... Po nuk është për akuzat dhe padite... Ta ndavat, Floker, ti ndavat, thash, janë 7 hetime tjera. Ky këtu është hetimi pasuror, mos deklarimi e rremi pasurisë dhe deri te kërcënimi që i ka bërë OPGB, BKS dhe prokurorëve. Të gjitha pa. Erioni pretendon të kundërtën. Ore, tani unë po them çfarë jeton Spaku, jo çfarë pretendon Erioni. Erioni pretendon që është Jezu Krishti dhe Skënderbeu mes tyre, unë po flet çfarë jeton Spaku. Unë po them 2 palët. Po mos më deprit kot po them për çfarë jeton Spaku, nuk po e bëj. Po e di mos e se bën as faqe më pas. 20 herë. Ky zotëria është në mas arresti me burg për këto arsye. Tani nëse nesër Erion Veliaj del nga burgu në një mas sigurie me qoftë dhe arrest shtëpie, çfarë do duhet i themi neve fatos Tushes, Rex Biberit,
Ilir Metës apo 1001 shqiptarëve të tjerë. Reç Biberi është hetuar në arrest shtëpie, më. Ore të lutem, po pra për një tender. Një tender, një rrugë atje, mos e ngatroj historinë e Reç Biberit me historinë e Erion Veliaj. Korrupsioni i pretenduar, korrupsion ngelet, shkjo prit tender. Bëj edhe avokatin tjetër kun, mos e bëj me mua, mos e bëj tot. Unë po merre me një gjë tjetër këtë tjetër. Mos tento, po se nuk të ndërpreva as një sekundë. Unë po flas me argumentin. Cili argument? Me argumentin tim po flet. M'fal, korrupsioni, a quhet i tillë si 5 milion lek, si 5 milion lek? A ka mundsi ta them unë dhe mos e më ndërprej? Po ty e so avokat. Ka. 5 milion dhe 5 vjeta, është korrupsion? Është korrupsion. Pra si i gish, si i kosha, e ke në gjy? Tani më gjej një sekundë, mos e ngatroj gjërat. Se po flet për diçka, po flas për diçka tjetër. Tani po të vinte akti procedurial tek masa e sigurimit. Çfarë është masa e sigurimit në vetvete? Nuk është gjyq themeli. Masa e sigurimit është personi në hetim i vjen. Pse mos hetohet gjendje të lirë? Pse mos hetohet vetëm ti heqet pasaporta? Jeni shtataniko, po si është e mundur? Po, vazhdo, përfundoj, po. Po. Personin e avokatit që flasin përpara gjyqtarëve nga 3 orë së ndërpret njëri. Personi në hetim vihet në dispozicion të organit të akuzës. Kjo është masa e sigurimit. Për këtë hetohet zoti Veliaj dhe për këtë gjykohet nesër. Që do të thotë, ky person i prish provat? Po. Po pse i prish provat? Sepse është në pushtet. Është njeriu pas Edi Ramës më i pushtetshëm në Republikën e Shqipërisë. M'fal, po telefonat i kanë marrë ata, më çfarë provash do prishim? Hajde të mërshme më për. Tani edhe debat do bëjmë pak tani. Unë gjova një orë më për rritet, një gjë teknike që unë dojmë. Po mima unë, ja urdhë tani. Po ne jemi për t'i bërë të dyja ballafaqime të burë. Po si ol zdado. Po mima ti ol zdado. Fal, ti e për të thënë. Ti e kishe idhull deri para se ta fuste në burg e lalien në burg. Gjatë është, flit për idhujt e mi, mos idhujnë e kam fshatun, quhet i matë, burë ma bete kot tani, mos më bëj ma bete prallash. Se gatron? Unë po them këtë, unë po them, ti e këtu për të më thënë mua. Unë po jam këtu për të thënë njerëzve, se çfarë pritet nesër. Prit, ti e këtu për të thënë, o vlla, Olz Dado thot prish provat Erion Veliaj. Erion Veliaj... Jo, nuk thot Olz Dado. Prit pra. Jo, pra jo. Po më gjomë... Po jo nuk më gjoj fare, nuk thot Olz Dado. E thot Altin Dumani. Altin Dumani, mos spaku. Thuaj Altin Dumani. Thot Erion Veliaj mund prishi provat. Po, i prish, po, e ka dhënë me fakte. Po. Avokati Erion Veliaj dhe Erion Veliaj vetë thot nuk i prish zotri, sepse të gjitha provat e mia me telefona, me kompjutra, me letra, i keni ju. Tani ti si jurist, prit burr, prit se më shmene. Ti si jurist, a mund na bësh një analizë të ftohtë mbi këta 2 se ku mund shkoj gjyqtari nesër? Për këtë duhesh apo për të bërë Olsin? Po të kemi dëgjuar për natë, mua bet kot. Mos bëj Olsin, pra bëj një gjë mbi palët, mundesh. Se çfarë bëj unë është në tagrin tim. Mua ky zotëria më ka thirrë të marrë mendim mua. Po dhe thuaj mendimin tënd. Po të bërë avokatin e mendimin. Ti nëse do ta bësh bëje. Jo, më unë s'po bëj as avokatin e prokurorit. Po bën ja po ta them unë problemi që kam me ty është, a mund bësh një gjë mbi palët? O bavarama, ka mundësi të më dëgjosh, domethënë. Po të dëgjoj më zotëri. Ose ndryshe les ka problem le dalin nesër Erion Veliaj, burri më i mirë që ka trohet shqiptarët. Erion Veliaj, o mik. Tani unë të thash sa do një gjë shumë të shpare. Kur i ka të gjitha. Atëherë, Erion Veliaj në gjatë gjithë kësaj periudhe kohë, e di se çfarë të tregoj një gjë unë. Kur unë shkoj në një sallë gjyqi, kur unë shkoj në një sallë gjyqi dhe kërkoj ndryshimin e masës, apelimin e masës, jo zëvendësimin, se është ndryshe zëvendësimi, ndryshe apelimi i masës sigurimit. Apelimin e masës sigurimit, kur unë shkoj aty i them gjyqtarit, klienti që u mbroj ka treguar respekt ndaj organit të akuzës dhe ndaj gjykatës. Është fakt lehtësues ky. Klienti që u mbroj ka treguar i gatshëm ndaj hetimit dhe çfarë do lloj gjëje. Këto 2 fjali nuk janë fjali të rëndomta. Po klienti im ma ka bërë mua punën të lehtë për ta xhijuar. Çfarë ka bërë të lehtë Erion Veliaj? Sot e 30 ditë, mos dil nga tema. Duke shantazhuar Spakun dhe Olz Dadon, se me Altin Dumani nuk ka këllë që ai të merr. E prandaj vede me njëri, merre me ata dhe thot, kam konflikt interesi, thot Bamaramaj, sepse më ka kërkuar një leje ndërtimi. Si ka shantazhuar? Një leje ndërtimi me të gjitha shkrimet në Facebook që bën. Është kërcënime, shantazhime, tregojnë mos respekt ndaj organit të akuzës. Po ai prokurorja e ka shantazhuar Veliaj? Dhe o Babarama, tani se nuk e bëj dot debat shumë. Jo asnjëri as tjetri fjalën e ka zoti Lega.
Do ja jap sërish falën të dy vetë. S'ka kuptim kjo? Jo. Hajde tani rof Lali dhe jemi në rregull. Zoti Leka. Po rof Lali pra? Po të lutem. Rof Lali o pu. Drejtësia. Ore rof Lali, Karaj, të lutem. e mbani i pini lengu në buçat. Karaj, të lutem. Oho. Leka, Tani ne ka pasur një mbrojtje gati në kushtet e një presioni të madh të opinionit publik nga njerëzit e showbizit, nga showbizi i Shqipërisë deri dhe avokat që kanë ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të mbrojtur Erion Velin. Kjo trysni do të ndikojë nesër tek vendimi i gjyqtarit Pullumbi? nuk e mendoj shumë, Si e mendon? sepse nga burgu nuk të nxjerrin protestat, qoftë edhe këto të showbizit, nga burgu të nxjerr vetëm pafajësia jote. Megjithatë, ne sot, si çdo njeri në hetim, apo edhe të pandehur, përderisa nuk ka një vendim të formës së prerë, Prezumohet i pafajshëm. prezumohet i pafajshëm. Tani, çfarë çështjen e zotit Velia, po edhe të tjerëve, unë e gjykoj në atë si e mendoj unë, apo si duhet dhe çfarë do bëhet nesër. Kështu shtrohet pyetja. Unë mendoj që të gjithë këta, që nga Sali Berisha, Ilir Meta, kryetarët e bashkive, zoti Velia e tjerë, për mua, me disa kufizime, për të mos dalë jashtë shtetit, mund të hetoheshin në gjendje të lirë, apo në një formë më të moderuar, si që është arresti shtëpiak, për mua, personalisht. Por, ne nuk duhet t'i futemi sistemit të drejtësisë, sepse ata prokurorë dhe ajo gjykat që e vendos për masën e arrestit, duhet bëjmë dallimin e prokurorit që bën kërkesën me të gjykatës që bën vendimin për arrestin apo jo, është një sistem i tërë provash, juristët e dinë se kur dhe për çfarë detyrohet një gjykat të marrë vendimin për arrest me burg. Tani, përveç kësaj, vim tek fakti tjetër, çfarë dua unë. Unë asnjë prej politikanëve personalisht nuk i dua në burg. Unë dua që të gjithë ata që janë të korruptuar, t'ju merret e gjithë pasuria, po e gjithë pasuria ma, t'ju sekuestrohet dhe të shkoj në shërbim, t'ju e t'jepet popullit, që të shkoj për njerëzit në nevojë, Për viktimat e korrupsionit. Pra, Për drejtësi sociale, për drejtësi sociale, po. pa diskutim. Po. Çfarë do ndodhë nesër? Unë mendoj që nesër nuk do ndodhë asgjë, do lidh në fuqi vendimi, kështu e perceptoj unë. Sepse do futeshim në një ingranazh tjetër, ku do vihej në dyshim pavarësia SPAK-ut, dhe nesër, pa dyshim që nëse do të liroj Erion Velia, unë mendoj që jo vetëm opozita, po gjithë ajo mbështetja e madhe që ka SPAK-u, do të binte dhe do uli shumë poshtë në nivel. Por, kjo nuk do thotë që një gjykat, kur sheh të arsyeshme që ai ka të gjitha provat, mund edhe të marrë një tjetër mas më të lehtë. Martin, Kjo është rrezikshme kjo që gjykata do të ketë parasysh që po liro Verionin, ka për të çik për atë që thuhet gjithë reputacioni. Pra, po eti gjykata me sondazhe, ne morëm fund miguim. Martin, mos më atë histori. Pa diskutim. Sepse për flogertin Erion Velia është në shtëpi sondore. Duhet ishte. Por edhe për mua duhet të Po mi pra të ta shpjegoj. Ti po del shumë keq duke thënë këto për mua, e kupton? Po unë i them ty Ti nga kamikazi SPAK-ut në u bëre dashnori SPAK-ut. Unë jam gjithë ditën duke thënë që SPAK-u është gjë e mirë që i ka ndodhur Shqipërisë, po ama drejtësinë e bën gjykata. Kaq po them unë. Ku i kanë qenë kamikazi SPAK-ut unë? Po ai tani o Leonard, Ma trego mos si mos kamikazi. bëj mua moral. Ma trego si Unë nuk do të kamikazi. bëj retrospektivën Ma tënde. trego kamikazi mua, ma se më ke thënë unë që kam kamikazi, ma trego. Duket vlerësuar non stop si të avokat, duket marrë si shembull, pyes vlla. Njëra palë thot i ka provat Po, nëse më bën pyetje, tjetra thot më shantazhon. nëse më bën pyetje, më dëgjoj. Ti prish provat e Më dëgjoj ti thua jo se kam një rastun e ditë gjykata që është still mira ime gjyqtare. Floger, Hajde kur bën përgjigje. pyetjen, nëse ke respekt të ngjo përgjigjen.
Po ti bën pyetje. A e pe çam E pra po dëgjoj pra. Unë bëra pyetje dhe unë, njëri e kishte unë, për still mirë me gjyqtarin. Flogert, dëgjoj. Është analiza. Do e përgjigje ku nuk i di gjërat. Ku nuk i di gjërat, po them një tjetër. Rastin që të dhash shembullin është rast tipik. Është tipik. Dhe në rastin Erion Velia i thot mi ka marr telefonin dhe i ka gjitha provat, nuk kam shprish. Flogert, ky thot i prish, si i prish. Flogert, atë po ta shpjegoj ty pra, dëgjoj një. Në qoftë se ti Flogert Muça do kishe gjysmën e akuzave që ka sot Erion Veliaj, ti qytetari i Republikës së Shqipërisë, ai qytetari i Republikës, të siguroj miku im që ty nuk do jo në burg, por nuk do ta vriste me një fare më tërë për ty dhe për mua bashkë. Ra ky mord Tani dhe u po pa. eci me idenë që tha sapo ta partiu. Ra ky mord dhe u pa. Shqyrën e erdhi Erioni, që shpëtojmë në shqiptar. A do të më dëgjosh më bu? Po pra, ma thuj. Po vazhdoj atë që tha Martini. Unë, si ku në mu referohem për para, kam nja 5 vjetë që qirem duke thënë, masat e sigurimi personal janë vrastare në këtë vend. Ata dhash si ofic par? Unë majtë njëtin qëndrim o Flogert. Unë majtë njëtin qëndrim kur them për Jamar për Maltezin, njëtin qëndrim kur vjen puna tek Ilir Meta dhe njëtin qëndrim dhe kur vjen të Erion Veliaj. Apo ai që është në ekzist. Unë kur ke folë ti për ligjin, a kam thënë shpall mos kompetencën time i besoj Leonard. Dhe unë pa po të them ty, unë në qoftë se do marr, por sepse këtu gjithë historia e Erion Veliajës është mbledhur te një emër, Ols Dado. Ka apo s'ka konflikt interesi? Dhe unë po them ty, o Flogert, nuk mund të kapësh historinë këtu, sepse ai është një ai spaku ecë me 2 prokurorë. Dhe ata të 2 prokurorët janë të barabartë në atë çështje. Nuk është Altin Dumani është më poshtë. Kush e ka bërë hetimin? Të 2 bashkë. Të 2 bashkë i firmosin. Tani tregou, jo kush firmosi, s'është pyetje tjetër kush firmosi. Të lutem. Kush e ka bërë hetimin nga pika A në pikën Z? Të 2 bashkë. E sigurt? Po. 100%. Ols Dado nga fillimi në fund. Të lutem. Po kjo është fakt. E ka bërë Altin Dumani me Ols Dado. Tani të marrë të mirë qenë që këtë çështjen e konfliktit interesit, me të cilën po hidheni poshtë. Thotë që unë i kam thënë. Si prish provat, mor, të lutem më përgjigj. Telefonat, kompjuterat i ka gjitha atje. Si i prish provat? Ja ta shpjegoj pra. Si mund të arratisë 2 dhe çfarë rrezikshmërie ka? Po nuk është vetëm kjo. Nuk janë këto që the ti. Nuk janë vetëm këto. Jo, nuk janë vetëm këto. Kush janë tjetër? Nuk janë vetëm këto. Sapo ti shpjegova. Qëndrimin që ti ke ndaj organit akusës. Aty janë jek a jek. Nuk i ka lënë Gjomangu ta sa i zotria tjetër. Po mirë, pra, këtë është ato që kanë nxjerrë në publik, jo ato që kemi parë ne. Erion Velia ka 30 ditë që të përmbyllemi se arritëm në fund. Pa ai më ngacmon, do të një fjali nga fillimi deri në fund. Po thuaj 2 fjalit e fundit edhe mbyllim. Po s'ka kuptim. Duan ta nxjerrin, doni atë po të them edhe një herë, Flogert, në qoftë se do një barazi gjykimi, në rast se Ilir Meta sot është në burg, nesër Erion Veliaj nuk ka shans të dalin. Për barazi gjykimi po të flas. Po pra, për barazim procedurial. Ilir Meta, Jamar për Maltezi, të gjithë me radhë, nuk duhet të ishin në burg, në një mas sigurimi shtrënguese, të tillë, edhe do kishim marrë edhe këtu dhe Erion Velia nuk do të një. Gjithsesi pritet të shikojmë vendimin e gjyqtarit Pëllumbi nesër dhe kam përshtypjen ka për të qenë tema kryesore e debatit politik. Ky ishte emisioni për sot, rishjemi javën tjetër. Natën e mirë gjithëve.